Në këtë edicion do të ndiqni BSPK kërkon ndërprerjen e punës në ndërtimtari nga ora 11 deri në 17. Inspektorati apelon për kujdes. Rizvanolli, 300.000 euro për përmirësimin e furnizimit më ujë për banorët e disa fshatrave të Gjakovës. Kino Hyria Hana të premten me premierën Toy Story 5 bashkë me loja shpërblyese. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës ka kërkuar nga autoritetet përgjegjëse masa të menjëhershme për mbrojtjen e punëtorëve të ndërtimtarisë gjatë valës aktuale të nxehtit, duke paralajmëruar se temperaturat e larta po rrisin ndjeshëm rrezikun e aksidenteve dhe humbjeve të jetës në vendet e punës. Ndërkohë, Inspektorati i Punës u ka bërë thirrje punëdhënësve dhe punëmarrësve që gjatë kësaj periudhe me temperatura të larta të tregojnë kujdes të shtuar për sigurinë dhe shëndetin në punë. Bashkimi i sindikatave të pavarura të Kosovës ka kërkuar nga autoritetet përgjegjëse masa të menjëhershme për mbrojtjen e punëtorëve të ndërtimtarisë gjatë valës aktuale të nxehtit, duke paralajmëruar se temperaturat e larta po rrisin ndjeshëm rrezikun e aksidenteve dhe humbjeve të jetës në vendet e punës. Sipas BSPK-s, sektori ndërtimtarisë vazhdon të jetë sektori me numrin më të madh të aksidenteve dhe vdekjeve në punë në Kosovë. Sindikatat po kërkojnë që institucionet të ndërmarrin masa të ngjashme me ato të korrikut 2024, kur Ministria e Shëndetësisë kishte urdhëruar ndërprerjen e punës në sektorin e ndërtimtarisë nga ora 11 deri në orën 17 për shkak të temperaturave që të i kalonin 36 gradë Celsius. Ndërkohë, Inspektorati i Punës u ka bërë thirrje punëdhënësve dhe punëmarrësve që të tregojnë kujdes të shtuar gjatë ditëve me vap, duke respektuar masat e sigurisë në vendin e punës. Sipas këtij institucioni, ekspozimi i gjatë ndaj temperaturave të larta mund të paraqesë rrezik serioz për shëndetin e punëtorëve. Inspektorati i Punës gjithashtu ka bërë të ditur se do të vazhdojë monitorimin dhe inspektimet në terren, ndërsa ndaj subjekteve që nuk zbatojnë masat e sigurisë dhe shëndetit në punë, do të ndërmerren veprimet e parapara me ligj. Kujtojmë se vetëm gjatë vitit 2025, Inspektorati i Punës ka evidentuar 602 raste lëndimësh në vendin e punës, ndërsa 33% e tyre kanë ndodhur në sektorin e ndërtimit. 300.000 euro janë dorë nga Ministria e Ekonomisë për përmirësimin e furnizimit më ujë për banorët e fshatrave Lugbunar ose Kyl, Skivjan, Dol, Lipovec dhe Kërqin. Ministri i Ekonomisë Artane Rizvanolli tha se ky investim do të sigurojë furnizim më të qëndrueshëm me ujë të pishëm, ulje të humbjeve në rrjet dhe shërbime më cilësore për qytetarët. Ministria e Ekonomisë ka ndarë 300.000 euro për përmirësimin e furnizimit me ujë për banorët të disa fshatrave të komunës së Gjakovës. Në një lidhje virtuale, Ministri i Ekonomisë Artane Rizvanolli tha se projekti i parë përfshin fshatrat Dol, Gërqin e Lipovec. Projekti i parë do ta përmirësoj furnizimin me ujë në fshatrat e Gërqinës, Dolit dhe të Lipovecit, të cilët gjatë verës kanë probleme me furnizim për shkak se nuk ka ujë të mjaftueshëm, mirë po gjithashtu Gërqina deri tani nuk ka pasur fare qasje në ujin e liçenit të Dugagjinit, por është furnizuar nga uji i Bjeshkës. Këtu me ndërtimin e rezervuarit të ri, mirë po edhe të rrjetit në një pjesë ku nuk ka pasur rrjet, do të thotë që këto fshatra tani do të kenë furnizim me ujë të pijes që është cilësor, i sigurt për pije dhe 24 orë pa ndërprerje, pa probleme edhe gjatë verës. Dhe ne gjatë vizitës së punimeve kemi takuar dhe disa banorë aty të cilët edhe konfirmuan që i kanë pasur deri më tani dhe ishin shumë të gëzuar që ky projekt po ndodh.
Ndërsa në projektin e dytë, e para ekonomisë Rizvanolli tha se përfshin instalimin e ujësiellësit për rreth 3.000 banor. Projekti tjetër ka të bëjë me instalimin e ujësiellësit në fshatrat Lugbunar ose Khile dhe Skivjan, që do të dyfishoj kapacitetin e furnizimit për këtë zonë me mbi 3.000 banor. Përveç që rrit sigurinë e furnizimit me ujë të pijës, sepse krijon një unazë furnizimi, pra kur ndonjë zonë në hyrje të qytetit ka problem, do të ketë një zgjidhje alternative të furnizimit për zonën nga ana e kundërt e qytetit. Përveç këtyre fshatrave, ky investim, ky projekt i dytë, pra do të ketë ndikim edhe në Piskot e në disa pjesë të qytetit të Gjakovës përveç fshatrave që i përmenda më lart pra Lugbunarit ose Khilës edhe Skivjanit. Gjithashtu një rëndësi strategjike e këtij projekti është që është në afërsi me zonën e re ushtarake në Gjakovë që po ndërtohet dhe kjo mundson që të kyçet edhe zona e re ushtarake aty për furnizim me ujë. Ky investim pritet të ndikojë në rritjen e cilësisë së shërbimeve të ujësiellësit dhe në sigurimin e një furnizimi më të qëndrueshëm me ujë të pijës për banorët e zonave përfituese, ndërsa zbatimi i tij veç se ka filluar. Në fakt, zbatimi i projektit tashmë ka filluar. Ne para 2-3 javësh ishim në vizitë së bashku me KRU Gjakovën. Rreth 50% e punëve tashmë janë përfunduar, duke qenë ka qenë një projekt për të cilin kemi ndarë mjete edhe vitin e kaluar dhe KRU Gjakova tashmë kishte kryer procedurat e prokurimit dhe kishte filluar zbatimin e projektit. Sipas Rizvanollit, Ministria e Ekonomisë në vazhdimsi do të punojë në përmirësimin e infrastrukturës së ujësiellësit. Problemet me infrastrukturë rrugore në pjesë të ndryshme të qytetit nuk janë të pakta. Një kronike përgatitur nga ekipi ynë na nje me hapësirën rrugore njohur si sheshi Beqir Kastrati, por që asnjëherë ky shesh nuk u finalizua si duhet. Ndonëse ishte ideuar dhe fontana dhe mjete tjera shoqëruese, situata aty është krejtësisht ndryshe. Njihet si sheshi Beqir Kastrati, por pamja që ka nuk e jep as pak idenë një sheshi. Hapësirë që ishte ideuar për fontan, por që nuk ngjan as pak me një funksionale. Uji është zëvendësuar me bimësi, ndërsa vendi ku uji duhet të rrithte është zëvendësuar me gur. Pak më tej fontana është përfunduar, por uji që jemi mësuar të jetë pa ngjyrë ka marrë pamjen e një pellgu me ngjyrë të gjelbër ku mbeturinat lundrojnë atë. Brenda këtij të ashtu quajturi shesh mund të gjesh pothuajse gjithçka. Ushqim të lënë për gjysmë, libër në mes të rrugës, mbeturina jashtë hapësirave të dedikuara dhe ndriçim të cunguar ku njëra dritë funksionon ndërsa tjetra ka mbetur në mëshirë të fatit. Por problemi më i madh mbetet infrastruktura rrugore. Edhe pse kjo rrugë përdoret për të arritur më shpejt në destinacion, në praktik kjo mbetet vetëm ide, pasi kursimi i kohës shndrohet në sfidë. Qytetarët detyrohen të devijojnë vazhdimisht për të shmangur gropat, ndërsa biçiklistët dhe automjetët përballen me kalim të vështirë dhe të pasigurt. E me ndryshimin e stinëve, gropat ndryshojnë edhe pamje, duke u shndruar në pellgje uji dhe balte e duke rënduar edhe më shumë lëvizje në këtë rrugë. Gjatë sezonës verore të vitit të shkuar, zjarfikësit e Gjakovës për shkak të vatrave të zjarreve kishin angazhime të shumta në baza ditore, e që edhe ky sezon t'i gjej të përgatitur, po përpiqen që me kapacitet aktual të jenë në krye të detyres në secilin rast kur kërkohet ndihma e tyre. Me rritjen e temperaturave dhe hyrjen në sezonin veror, rreziku për rënjen e zjarreve mbetet i lartë. Nga raportimet tona të vazhdueshme në Gjakovë nënkuptohet që muajt korrik dhe gusht janë periudhat me numërim më të madh të rasteve, për shkak të temperaturave të larta që mbizotrojnë në vend. Për këtë shkak, nga brigada zjarrfikësve të Gjakovës u apelua për kujdes. Na si brigadë zjarrfikësave na bëjmë apel të qytetarët të kenë kujdes të shtuar, gjithmonë ndaj vatrave të zjarrit. Autoritetet apelojnë që qytetarët të shmangin ndezjen e zjarreve në ambiente të hapura dhe të raportojnë menjëherë në çdo rast, me qëllim të parandalimit të dëmeve më të mëdha.
Në drejtorinë e administratës në komunën e Gjakovës po bën përgatitjet që fluksin e mërgjimtarëve gjatë sezonit veror ta përballojnë sipas planifikimeve. Së fundmi janë riaktivizuar edhe e-kiosqet si një mundësi e mirë për sigurimin e disa dokumenteve të gjendjes civile. Kështu bëri të ditur drejtori i administratës në Gjakovë, Zeq Tahiraj. Nevoja për dokumentacion civil shtohet gjatë verës për shkak të numrit të madh të mërgjimtarëve. E në komunën e Gjakovës, në këtë kohë zgjatej orari i punës së administratës, praktik kjo që nuk do të ndodhë si vjetë, sepse na tregoi drejtori i administratës në Gjakovë, Zeq Tahiraj. Si vjetë jo, nuk është parashikuar të zgjatë orari për shkak që i kemë shtin funksion 3 kiosket digjitale që janë të vendosura, njëra që është sa për informim të qytetarëve, është të vendosur në kuvendin komunal të dera hymjes, një është të qerdhja e fëmijëve përballë banesat të solidaritetit dhe njëra është afër policisë ku mundën qytetarët të kryejnë shërbimet në çdo kohë të caktuar. Përveç e kioskave, të gjithë qytetarët do të kenë mundësi shërbimi edhe fizikisht pranë administratës në objektin e komunës, për stafin e secilës foli drejtori. Puna është të shkuar në rregull sipas planeve të parashikuara, çdo gjë është në rregull, stafi është i përgatitur edhe me materiale zyrtare që janë nevojshëm edhe me pajisje digjitale që janë kompjuterat e këtu. Do të thotë që puna është stabile dhe është duke shkuar sipas numrave të caktuara. Kiosqet elektronike kanë qenë që një kohë jashtë funksionit, por tani janë rikthyer në gjendje të rregullt dhe ofrojnë shërbime për pajisje me dokumente civile, duke shmangur pritjet në sportelet e administratës komunale. Krahas projekteve tjera me shkollën Yllmërina, së fundmi është punuar edhe në projektin e zërimit. Drejtoresha Aida Lajçi Stublla thotë se ky projekt ishte një domosdoshmëri e kohës sepse ka lehtësuar komunikimin ndërmjet menaxhmentit të shkollës, mësimdhënësve dhe nxënësve. Shkolla mesme e ullët Yllmërina në Gjakovë tashmë është pajisur me sistem të brendshëm të zërimit, duke lehtësuar komunikimin ndërmjet menaxhmentit të shkollës, mësimdhënësve dhe nxënësve. Veç kemi fillu lajmërime, gjithmonë kanë ndodhur me letër, informacionet kanë shkuar në klasë, tash e kemi shumë më të lehtë, na është lehtësuar zakonisht puna, për shkak se amplifikatorin e kam këtu në zyrën time dhe pjesën e mikrofonit, edhe çdo informacion qoftë me pushime ose urime të ndryshme për mirënjohje të nxënësve e praktikojnë përmes pjesës së mikrofonit, pasi po e ceki 38 altoparlant janë të vendosura gjithsej në objektin tonë shkollor, me thonë në gjitha klasat, kabinetet, se që ceka më herët, edhe janë me linja të ndara, me thonë në secilën pjesë ku na e japim edhe informacionin, edhe muzikë relaksuese gjatë pushimeve të shkurtra dhe pushimit të gjatë. Sipas drejtoreshës Aida Lajçi Stublla, vlera totale e projektit ka qenë 4.520 euro, ndërsa sistemi përfshin të gjitha hapësirat të shkollës, klasat, kabinetet, korridoret dhe sallën e edukatës fizike. Vlera totale e projektit është 4.520 euro, edhe janë përfshi të gjitha hapësirat e shkollës. Tu përfshi klasat, kabinetet, korridoret, pjesën e sallës së edukatës fizike dhe gjithashtu 2 altoparlant waterproof janë të vendosura jashtë, domethënë në pjesën e oborrit mbrapa dhe në pjesën e oborrit përpara. Ky projekt konsiderohet një tjetër hap konkret në avancimin e infrastrukturës shkollore, duke e bërë shkollën mesme të ullët Yllmërina një model të organizimit dhe komunikimit modern në arsim. Të gjithë të vegjëlit që janë adhurues të filmit Toy Story 5, këtë të premtë mund të ndjekje në kino Hyri e Hana, por këtë herë ata i pret një surprizë, pasi të gjithë fëmijët që blejnë biletën për filmin në fjalë, në të njëjtën kohë do të bëhen edhe pjesë e lojës shpërblyese për 10 dhurata që ndahen për ta. Një film i mrekullueshëm do të mirëpres fëmijët në kino Hyri e Hana në Gjakovë këtë të premtë me 19 qershor. Menaxherja e marketingut në kino, Donjeta Bobi, tregoi më shumë rreth premierës. Kino Hyri e Hana këtë fundjavë ju ka kushtuar fëmijëve, ku kemi një premier për fëmijë Toy Story 5, ku të gjithë fëmijët e kanë kërkuar dhe e dëshirojnë shumë këtë film. Këtë film e kemi me 19 qershor premte në ora 18. E përveç premierës, fëmijët do të kenë edhe një surprizë. Kemi organizuar edhe një lojë shpërblyese,
Si të marrë një pjesë në lojë shpërblyese është shumë e thjeshtë, vetëm duhet ta bleni biletën dhe automatikisht bësh pjesë e lojës tonë shpërblyese. Disa nga shpërblimet që ne kemi janë një lodër me telekomand nga Libraria Nobeli, një trotinet për fëmijë nga Libraria Nobeli, 2 analiza hemogram për fëmijë nga European Clinic Laborator, një kurs për fëmijë një javor nga Prime Academy, një palë komplete për fëmijë nga Kids Shop Melisa, po ashtu edhe një poster të filmit Toy Story 5 nga Kino Hyria Hana. Ju uroj suksese të gjithë fëmijëve, mos mungani e jani të kënaqëm së bashku. Hapësira moderne e Kino Hyria Hana mirëpret çdo javë premierat më të fundit të kinematografisë botërore dhe asaj vendore, duke sjellë produksionet më të reja direkt në ekranin gjigant të kinos në Gjakov. Pixar's Toy Story 5, only in theaters June 19. Në vazhdim të ndjekim parashkimin e motit për ditët në vije. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. BSPK kërkon ndërprerjen e punës në ndërtimtari nga ora 11 deri në 17. Inspektorati apelon për kujdes. Rizvanolli, 300.000 euro për përmirësimin e furnizimit me ujë për banorët e disa fshatrave të Gjakovës. Kino Hyria Hana të premten me premierën Toy Story 5 bashkë me loja shpërblyese. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndjekni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.